4 shkurti është dita botërore kundër kancerit. Qendra Aulona dege qendrës shqiptare për popullsinë dhe zhvillimin në kuadër të projektit parandalimi dhe kontrolli i kancerit të qafës së mitrës në Shqipëri, mbështetur nga Federata Ndërkombëtare e Planifikimit Familjar, ka organizuar një fushatë informuese e ndërgjegjësuese me logon: "Ti mund të parandalosh kancerin e qafës së mitrës. Bëj testin e duhur në kohë." Kjo fushat ka si qëllim të informojë dhe të rrisë ndërgjegjësimin te gratë e moshës 30 deri në 49 vjeçe mbi rrugën e parandalimit të kancerit të qafës së mitrës. Me rastin e 4 shkurtit, ditës botërore kundër kancerit, Qendra Aulona në bashkëpunim me shumë aktorë të tjerë, institucione shtetërore, organizata dhe universitetet të Vlorës, organizojnë këtë fushat ndërgjegjësimi dhe edukimi për të dhënë mesazhin se kanceri i qafës së mitrës mund të parandalohet. Studimet kanë treguar se jo vetëm kanceri i qafës së mitrës, por 1/3 e të gjitha llojeve të kancerit mund të parandalohen. Dhe së bashku ne mund të bëjmë më shumë. Pikërisht ky është edhe mesazhi i këtij viti, ne mundemi, unë mundem. Pra, fushata është e përqendruar në 2 sektor kryesor. Çfarë mund të bëjmë ne së bashku si shoqëri civile, institucione shëndetësore për ta parandaluar këtë fenomen, dhe së dyti çfarë mund të bëjmë ne secili si individ. Hapi i parë në një parandalim efektiv të rrezikut të kancerit është të kuptojmë që ai ka lidhje me stilin e jetesës. Pra, ne duam të promovojmë një stil jetese të shëndetshëm që është multidimensional, pra që përfshin një dietë të shëndetshme, aktivitet fizik, shmangjen e alkoolit, duhanit, si dhe një stil jetese të shëndetshëm që parandalon transmetimin e viruseve të tilla si virusi HPV, që mendohet që është shkaktari kryesor i kancerit të qafës së mitrës. Mesazhi që ne duam t'i japim sot është që bëj testin e duhur në kohën e duhur. Pra duke bërë pap testin, duke bërë testin për HPV, apo duke zbatuar metoda të tjera si ajo e inspektimit vizual me acid acetik, ne mund ta parandalojmë kancerin e qafës së mitrës. Gjithashtu, Qendra Aulona, në kuadër të këtij projekti që financohet nga Federata Ndërkombëtare e Planifikimit Familjar, do të ofrojë shërbimin e paptestit falas për të gjitha kategoritë në nevojë, që janë gratë që vijnë nga familjet që marrin ndihmë ekonomike, të identifikuara si më të varfrit, pra nga Bashkia Vlorë, po ashtu dhe të gjitha gratë e tjera të cilat do të janë identifikuar nga organizatat apo nga institucionet tona partnere dhe që do të referohen pranë Qendrës Aulona. Fushata u realizua në bashkëpunim me disa institucione dhe organizata në Vlorë që punojnë në fushën e shëndetit dhe të drejtave të grave si Departamenti i Shëndetit Publik, Shërbimi Social Shtetëror, Universiteti i Vlorës Ismail Qemali, Spitali Rajonal Vlorë, Akademia Realt, Qendra Vatra, NJZ i Barabartë Rom dhe Egyptian, Qendra Rinore Vlorë, Qendra për Zhvillim dhe Promovim Social. Fushatës janë bashkuar dhe të rinj vullnetar të Qendrës Aulona. Qendra Aulona me drejtoresht të saj Enel Amone së bashku me aktorët e tjerë bashkëpunëtor në këtë fushë kanë përcjellë mesazhe mbi rëndësinë e informimit dhe të kryerjes së testeve parandaluese të kancerit të qafës së mitrës te gratë për ta parandaluar këtë sëmundje me pasoja të rënda për familjen. Kuptohet që kjo ditë është një ditë shumë e rëndësishme, është një ditë që duhet mbas së cilës duhet të lindin iniciativa të rëndësishme për të ndërgjegjësuar njerëzit në të gjitha kategoritë, të gjitha sferat e strukturat shtetërore, politikbërëse, shërbimet shëndetësore, për të marrë masa kundër, për të luftuar sëmundjen që dal nga dal tani nga një endemi, quhet epidemi globale. Stafi i Fakultetit të Shëndetit Publik të Universitetit Ismail Qemali të Vlorës, së bashku dhe me studentët e këtij fakulteti, bashkohen në këtë fushatë sensibilizuese, ndërgjegjësuese për kancerin cervikal. Ka ardhur koha që vetë gratë të marrin në dorë jetën e tyre, shëndetin e tyre, të kujdesen për veten e tyre. Si realizohet kjo? Jo thjesht duke ardhur për shqetësimet e pakta që ato kanë, të vinë thjesht të marrin një recetë dhe të mos lejojnë as të bësh një vizitë vaginale, por duke e marrë seriozisht, duke bërë kontrollet rutinë një herë në 6 muaj apo një herë në vit, edhe pa asnjë lloj simptome që ato të kenë. Sëmundjet të tilla karakterizohen edhe nga simptoma të tilla si ankth, depresionet që projektohen patjetër në familje dhe shëndeti i gruas normalisht që ndikon edhe në familjet e tyre. Kështu që do të loboja fuqishëm që gratë, nënat të cilat kanë probleme të tilla, krahas
pas mbështetjes shëndetësore dhe mjekësore që është më së nevojshme, të kërkojnë edhe ndihmë psikologjike. Dita botërore kundër kancerit vjen me një mesazh universal për të gjitha gratë. Ti mund të parandalosh kancerin e qafës së mitrës, bëj testin e duhur në kohë. E në kuadër të kësaj dite të këtij mesazhi universal, vullnetarët të qendrës Aulona kanë shpërndar broshura për ndërgjegjësim dhe informim të grave në qytetin e Vlorës.